Bashkimi Demokratik për Integrim pretendon se Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet bashkësive, me të cilën udhëheq Ivan Stojkoviqi, ka larguar nga puna 7 punonjës shqiptar. Përmes një komunikate për media, BDI theksoi se ky vendim përbën një goditje të drejtpërdrejtë ndaj parimeve të barazisë, bashkëjetesës dhe përfaqësimit të drejtë, dhe siç thonë ata nuk mund të justifikohet me arsyetime të pavërteta dhe fyese për opinionin publik, siç është pretendimi për një të ashtu quajtur masë disiplinore. Që nga dita e parë e formimit të kësaj qeverie dhe marrja e këtij dikasteri nga ministri Stojkoviq, punonësit shqiptar flasin për një realitet të njohur tashmë, izolim të qëllimshëm në një kat të vetëm të ministrisë, mungesë totale të kushteve bazë të punës, presion të vazhdueshëm psikologjik dhe frikë permanente nga largime selektive. Vendimi i sotëm vetëm sa konfirmon këtë praktikë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar. Ironia është rënditëse dhe politikisht e rrezikshme. Ministria që ka për mision mbrojtjen e barazisë ndëretnike po shndrohet me vetëdije në shembull flagrant të shkeljes së saj. BDI gjithashtu cek se ky veprim nuk është as i rastësishëm dhe as individual, por që pasqyron një qasje që cënon drejt për drejt frymën dhe parimet e marrëveshjes së Ohrit. Partia opozitare deklaron se përgjegjësia nuk bie vetëm mbi ministrin Stojkoviq, por edhe mbi partnerët e tij qeveritar, në veçanti VMRO Vlen, ku siç thon ata, heshtja e tyre përballë këtij skandali është po aq alarmante sa vetë veprimet e ministrit dhe përbën bashkëpërgjegjësi politike.